Shqipëria aktualisht po përjeton ndryshime të shumta dhe të shpejta në ekonomi, në teknologji dhe infrastrukturë, dhe ky zhvillim i shpejt e krijon këtë nevojën e madhe që ne kemi për menaxher projektesh të aftë. Këta menaxher duhet të heqin iniciativa që kanë efikasitet, pra të sigurojnë dhe rezultate të prekshme. Dhe sidomos në këtë mjedisin ku kemi sot një konkurrencë rajonale ndërkombëtare që rritet çdo ditë, menaxhimi i projekteve është një nga komponentët kyç që duhet të ketë çdo organizat për të garantuar suksesin. Nga ana tjetër neve kemi sot Shqipërinë që është në sprindin final të antarësimit për Bashkimin Evropian dhe kjo do të thotë që çdo mbështetje, çdo ndihmë apo financim e BE-s kërkon projekte të strukturuara mirë, me objektiva të qarta, me indikatorë të matshëm, por gjithashtu kërkon më pas fitores të një projekti, kërkohet dhe një implementim i projektit me një monitorim që është sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë, sot, në fakt, ne na duhen në ekosistemin shqiptar, project manager, pra menaxher projektesh dhe shkrues projektesh që të dinë këto standarde, të implementojnë këto metodologji që Bashkimi Evropian dhe që në fakt tregu sot ndërkombëtar kërkon.